Të dashur miq, të nderuar sipërmarrës, të ardhur nga vendi mik dhe vlla, Arkadaşlar. Një thirrje e urtë e të dyja vendeve tona thotë duhen dy duar për duar trokitur. Sot Shqipëria dhe Turqia janë ato dy duar që duar trokasin së bashku historinë e një miqësie që nuk njeh kthesa, e një partneriteti që forcohet çdo ditë dhe një horizonti që hapet gjithnjë e më gjerë përpara nesh. 10 vjet më parë me presidentin Recep Tayyip Erdogan vum një objektiv të thjeshtë. Të dyfishonim shkëmbimet tona tregtare. Sot kemi shkuar përtej. Nga 250 milion euro në mbi 1 miliard vetëm në 9 muajt e parë të këtij viti. Nga 300 sipërmarrje me kapital turk në mbi 1000 sot. Nga disa qindra punonjës në 15.000 të tillë që punojnë në sipërmarrjet turke në vendin tonë. Por çka vlen më shumë se numrat është fryma, është dëshira, është sensi i përkatësisë në këtë miqësi që kanë ndërtuar këtë lidhje. Një frym besimi, një frym respekti, një frym bashkëpunimi që prodhon rezultat. Shqipëria sot nuk është më ishulli mbyllur që dikur e përshkruanin. Shqipëria sot është një vend i hapur, një ishull i bukur mundësish, një ishull ku mund të shumëfishosh investimin tënd dhe jo në shumë, por në pak vite. Me taksa fare të ulta, me energji të gjelbër, me një turizëm në rritje, me teknologji që zhvillohet për ditë dhe me një treg që e pret krahapur sipërmarrjen turke. Vetëm këtë vit, 300.000 turistë nga Turqia zgjodhen Shqipërinë. Kjo është e jashtëzakonshme, po të mendosh se jo shumë vite më parë ata numëroheshin me gishtat e dorës. Oreksi vjen duke ngrënë, thot përsëri një fjalë që e kemi të përbashkët. Ndaj ejani të punojmë bashkë për suksesin, ta rrokim atë dhe ta shijojmë bashkarisht. Shqipëria është sot porta më e afërt e Turqisë drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria është sot një partner i qëndrueshëm në siguri, në energji, në turizëm dhe në teknologji. Qeveria shqiptare më shumë se sa një qeveri mike, një vendi mik, është një partnere strategjike, një vendi të lidhur në një aleancë strategjike me Turqinë. Shqipëria sot ka një qeveri që është gati të mikpres, të dëgjoj, të ndihmoj dhe të garantoj çdo investim që të kthehet në një histori suksesi. Ne hodhëm një hap 10 vjet më parë dhe sot shohim distancën që kemi krijuar me të shkuarën fal këtij hapi të hedhur. Madje sot kemi një urë me këmbët ngulur fort në të ardhmen. Dhe objektivi është që të ridyfishojmë shkëmbimet tona tregtare. Dhe nesër të ndërtojmë një autostradë suksesi midis Bosforit dhe Adriatikut. Sepse kjo marrëdhënie nuk është thjesht ekonomi. Kjo marrëdhënie është vllazëri, është besim, është një bashkëudhtim drejt ardhmes. Ura që sot lidh Stambollin me Tiranën është më e fortë se kurrë. Ura që sot lidh Turqinë zyrtare, Ankaran me Tiranën zyrtare, është më e fortë se kurrë. Një urë që bashkon dhe që e bën më të shpejt dhe e bën më të lehtë. Edhe lidhjen e lindjes me Perëndimin përmes korridorit të 8 dhe portit të ri të Durrësit, por njëkohësisht që lidh historinë me të ardhmen, që lidh shpresën me mundësinë, që lidh reflektimet e të shkuarës me ambicien për të nesërmen. Shqipëria dhe Turqia flasin me një gjuhë, me gjuhën e punës dhe me gjuhën e rezultateve. Ndaj, le ta shohim të ardhmen si atë që
së bashku duhet arrokim përmes një rrugtimi të bërë po bashk, ku çdo investim, çdo projekt, çdo ëndër bëhet shkak për një duartrokitje të re për historinë tonë përbashkët. Faleminderit, teşekkür ederim. Rroft miqësia mes Shqipërisë dhe Turqisë.